Rëndohet gjendja shëndetësore e minatorëve të zonës D në ditën e dytë të grevës së urisë në Bulqiz. Më rënd është paraqitur gjendja e minatorëve Mojsi Roçi dhe Bexhet të Gjeta për shkak të temperaturave të ulta, ndërsa ky i fundit u dërgua në spitalin rajonal si pasojë e problemeve që pati nga i ftohti. A një report ka parë nga afër gjendjen e minatorëve të ngujuar në ambientet e garderobës për shkak se policia private e firmës kontraktore Turalb nuk i lejoi të punonte, pa u dhënë atyre asnjë arsye për këtë ndërprerje. Minatorët deklarojnë se greva do të vijojë deri në rifillimin e punës, ndërsa problem kryesor për ta mbetet rreziku i ndonjë epidemie dhe mungesa e ngrohjes në vendin ku po zhvillohet greva. Ne sot kemi një rast tepër smur i cili para një viti e gjysmë është i operuar dhe sot ka paraqit komplikacione nga arja e rënë, nga ndotja, nga fornella që sot për fat edhe ajo është fik. Do të duhet që pushtet janë tepër skandaloze. Nuk vëmend, s'ka vëmend. Ne nuk keq përdorim nga asnjë, nuk kemi as të heqim këtë firmë, as që ta morëm ndaj firmë tjetër. Ne kërkojmë thjesht rifillim në punës, edhe pagesat që na kanë ngel pa një muaj kemi rrogën, lejet e zakonshme që kemi të pabome, edhe rruga 13 që na takon çdo fund viti që kemi me kontratë. Pak kohë më parë, Ministria e Energjetikës bllokoi licencën e kompanisë Alpkrom për zonën D pasi nuk plotësonte kushtet teknike. Madje dje ministri Gjiknuri i ka lënë kohë firmës e 10 ditë afat që të plotësojë kriteret teknike, në të kundërt licenca do të pezullohet. Ndërkohë, Ministri i Energjetikës pritet në një takim përfaqësuesit e sindikatës së minatorëve, Kol Nikolla dhe Taf Koleci, dhe informoi ata lidhur me masat e marra në kuadër të kontrollit të ushtruar në rajonin Krombajtës të Bulqizës, sa i takon zbatimit të detyrimeve kontraktuale të subjekteve të licencuara, e sidomos për kushtet e sigurisë në punë për punëtorët.